أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Falënderimet, adhurimet I takojnë Allahut Zotit Gjithësisë. Mëshira Allahut qoftë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër dhe për mbi të gjithë ato të dashur besimtarë dhe besimtare të cilët ndjekin rrugën e tij deri ditën e gjykimit. Mëshira Allahut qoftë edhe për mbi të gjithë ju, Allahu ju mëshiroft, Allahu ju bekoft gjithë. Elhamdulillah, kemi vazhduar me surën Bekare, që është kapitulli më I madh I Kuranit dhe jashtëzakonisht I dobishëm. Flet për ngjarje shumë interesante. Edhe sonte dy ngjarje apo dy mrekulli të cilat ndodhen në kohën e Musait alayhis salam. Dihet që kombi I Musait kanë qenë një kom shumë mistret, shumë pabindur, edhe Allahu Xhelel I ka prek shumë në Kur'anin e madhrueshëm. Pra Musa ishte pejgamberi atyre, I pjesë e deshën, I pjesë e besuan, pa I pjesë e madhe nuk e besuan. Edhe sonte ishim tek ajeti numër 73, në cilin bëhet fjalë ku Allahu Xhelel Xhelaluhu urdhën e thotë: فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. صدق Allahu العظيم. Ne ju tham, thot Allahu Xhelel Xhelaluhu, më shoni atij të vdekurit me një pjesë të saj, të lopës së thellë, ja kështu Allahu I ngjall vdekurit dhe u asëron argumentet e veta, ashtu që ju të kuptoni. Edhe pas fakteve të qarta, zemrat tuaja u bën shumë të forta, si guri. Edhe më të forta se sa guri, sepse ka nga guret prej cilëve të gufojnë lumenj, e ka disa prej tyre që qahen dhe bëron uji. Ndodhi një vrasje në kohën e Musait alayhis salam tek populli I vet. Edhe për shkakun e asaj vrasje gati se u metën. U bën copësh me njëri tjetrin. Allahu Xhelel Xhelaluhu e udhëzon Musain alayhis salam dhe thuaj thot atyre: mos u bëni ashtu si qeni, po thirruni në men, merrni një lopë, therreni atë dhe me një copë prej mishit goditeni të vdekurin edhe shikoni çka do të ndodhi. Me të vërtetë ishte mrekulli. Mirë po kanë qenë të çuditshëm si këmbë. Edhe Allahu Xhelel Xhelaluhu I përmend dhe thotë që shumica atyre dëmtuan veten e tyre për shkak pyetjeve të shumta që bëshin. Për çdo gjë pyetje. Për çdo gjë. Edhe shumë janë dëmtuar domethënë për shkakun e këtyre pyetjeve. Edhe ju thot Musa alayhis salam si masurdhën te Allahu Xhelel Xhelaluhu, thot duhet merret një lopë. Çfarë ngjyre ka? Ju thot si e verdhë. Është e vjetër apo është e re? E Musa alayhis salam I thot as shumë e vjetër, as shumë e re. Domethënë ishte e re si lopë. Është më e bukur thot në tufën e lopëve. Edhe mos e pyetën dhe ja 2-3 herë tjera, mos ne I ranë gjurmët e saj. E morën, e therën dhe harruan çfarë më bë prap. Se thamë popull shumë I pakujdesshëm. Edhe Musa I thot, Allahu e mëshiroft, merrni një copë mishi, goditeni të vdekurin me të, edhe morën copën e mishit. E goditën edhe vdekurin, që ishte I vdekur dhe ajurin gjallë. Edhe tha mum ka vra filoni. Pra vrasi ishte një afërt I veti. E të mërshme si vrasje, Allahu e zbulon, e gjetën, edhe mas kësaj, Allahu Xhelel Xhelaluhu thot, ju me gjithë këtyre argumenteve që ju erdhën t'ju, prap se prap, zemrat e juja thot u bon siguri. Pra, më herët, Allahu Xhelel Xhelaluhu I dënoi për shkakun se nuk respektohen ditën e shtunë.
Ne e përmendëm që tonë në kalume pak, ishte ndalume gjuetia e peshkut për ditë shtone. Edhe këtu kur panë që ka dalë peshk shumë atje në det, e lanë ditë në xhumë, edhe vrapuhun mas peshkut. Allahu xhallahu i ndeshkoi shumë ashpër. I tha ktheuni në derra. Janë kthehen në derra. I dënoi Zoti xhallahu. Edhe po të shohim tek fundi një ajeti atje, thot këto janë këshilla, janë lajme për të devotshmin. Domethënë jo pa qëllim Allahu xhallahu na i tregon edhe ne. Për mesele namazin, mesele agjerimin, mesele ditën e xumës. Kur na tregon pra se si këto i mbran mrapa gjuetis, edhe e lan ditën e xumës, Allahu xhallahu edhe në thret, kujdes.